Ekskomunikimi askush nuk të thotë më të vërtetën e plotë. Rënja e fshehtë e të gjitha krizave në krishterim. Për më tepër, kur për shkak të mosmarrëveshjeve dhe luftërave për pushtet, pasardhësitë e apostujve kishin ekskomunikuar njëri tjetrin së bashku me ndjekësit e tyre përkatës, degët e shpërndara në botën fizike u bënë kisha të ndara, ose skizmatike, secila me papën ose patriarkun e vet. Para fundit të përndjekjeve, pasardhësia në zyren e Pjetrit kishte mbetur kryesisht një çështje lokale brenda diocezës së Romës. Megjithatë, ajo u bë më e ndërlikuar, kur hierarkia me pakujdesi pranoi ndërhyrjen e perandorit Konstantin i Madh në qeverisjen e kishës. Me që Jezusi zgjodhi lirisht Pjetrin të ishte i pari ndër apostujt, ashtu mbetet privilegj i tij të zgjedhë pasardhësinë e tij në vijë. Për më tepër, siguria e tij në Ungjillë se portat e ferit nuk do të mbizotërojnë kundër kishës së tij, qartë i përket të rëkishës, kryes dhe të gjitha pjesëve të trupit së bashku. Prandaj, nuk mund ta marrim si të mirëqenë që zgjedhja e Pjetrit nga Jezusi në histori është gjithmonë identike me një papë aktual, ose ndonjëherë njëkohësisht me 2-3 papa, të cilët i përkasin kishave të ndara. Sigurisht, Jezusi, duke parashikuar konvertimin tonë të vërtetë të zemrës, duket se ka toleruar për shekuj me radhë pretendimet e më të mëdha, më të pasura dhe më të fuqishme prej tyre për këtë privilegj, por kjo në fakt nuk e kundërshton analizën tonë. Urojmë që fryma shenjtëruese, përmes besimit tonë në të gjithë të vërtetën, të na shpëtojë. Amin.